Këtë ditë me diell të muajit qershor shoqëruar me temperatura të larta kanë rritur numrin e pushuesve në plazhet e Bregdetit të Lezhës. Dënësia më e madhe e tyre është në plazhin e Shëngjinit, ku pushuesit e shumt janë kryesisht shqiptarë të Kosovës, të cilët prej vitesh për kushtet e mira që ofron nuk e kanë ndruar këtë Bregdet me asnjë tjetër. Në vi nga Skënderaj, vi në Shëngjin se kim ofër, është veni jonë me tanat mira, pastërtia në vetë si do mos si vjetë me tanat mira. Ditë vikende kështu më të shkurta, im shumë shpejt, dhe kaloj mirë. Të 2-3 vite kena qenë këto shumë mirë, pastërtia shumë mirë. Jemi kënaqur për vetë. Pushuesit e plazhit të Shëngjinit vlerësojnë pastërtinë e rërës dhe ujit, rregullin e qetësinë publike, mënyrën e të gatuarit, çmimet konkurruese dhe kushtet komode në hoteleri dhe resorte turistike. Se na ka pëlqyer shumë si herë. Rrugët e restoranet, pastërtia, rregullat. Më pëlqen maspori, njerëz, ushqimi, deti, pastërtia është nivel për. Unë kam shetit në për Evropë, në Itali, në për pushime kështu. Për mua është shumë mirë, është kënaqësi. Plazhi i Shëngjinit për pushuesit vendas dhe të huaj është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara turistike të Bregdetit, ku numri i tyre sa vjen dhe po rritet.